Tensioni është ngritur para ndeshjes me Serbisë dhe Shqipërisë. Ajo që është vënë re para të dyja këtyre ndeshjeve është qasja pozitive e trajnerit të Serbisë, karshi shqiptarëve. Stojkovic i ka lavdëruar gjithmonë tifozët e Shqipërisë, ndërsa pas ndeshjes në Tiranë në qershor, u shpreh se një atmosferë të tillë nuk e kishte parë asnjëherë gjatë karrierës së tij. I menjëhershëm ishte reagimi i mediave serbe që i kërkuan shpjegime Stojkovic, pasi sipas tyre, lojtarët e Serbisë ishin goditur me sende në Tiranë dhe thanë se gjithë stadiumi këndoi për UÇK-n kundër Serbisë. Stojkovic ndryshoi pak nga qasja e tij në atë kohë, pasi shkoi në Serbi mes presionit të madh, por e përsëriti sërish deklaratën e tij para ndeshjes së nesërme. Stojkovic është shprehur se në Leskovac nuk mund të ndodhi një të atmosferë si në Tiranë. Nuk është një të ndeshje. Atmosfera në Tiranë ishte argentinase, sikur të luante Boca me River Plate-in, dhe ishte vërtet bukur të luanim, edhe pse dikush e përcolli këtu në Serbi me një sens negativ. Por edhe atje, ne u ngritëm mbi situatën, ishim të qetë, nuk ishte tension, ishim të përqendruar në ndeshje dhe e kontrolluam lojën. U dham një penallti për shkakun ton, një gabim, por edhe kjo është pjesë e lojës. Petrovic na shpëtoi. Kjo ndeshje nuk është e njëjtë, sepse Shqipëria luan jashtë, nuk kanë mbështetje nga tribunat, luajnë në një vend të huaj. Dhe ne duhet të konfirmojmë cilësinë tonë, duke luajtur një ndeshje konkurruese. Mendoj se do të arrijmë në vendin e dytë, duhet të jemi pak të duruar, do të jetë një ndeshje me shumë intensitet. Është e pamundur që kjo ndeshje të jetë e mërzitshme. Deri tani po më vërshëllejnë, por nëse fitoj nesër, do të jem heroi i kombit të Serbisë. E di këtë gjë, nëse Shqipëria fiton, ne do të shkojmë për t'i dhënë dorën, por nëse fitojmë ne, nuk besoj se edhe te Shqipëria do të bënin të njëjtën gjë. Kjo deklarat ka shkaktuar edhe një tjetër polemika të mëdha, teksa media serbe Nova.rs e hap shkrimin me titullin Stojkovic, që kur ofendimet, sulmet dhe skandalet e shqiptarëve na qenë nga spektakël. Media në Serbi nuk mund të pranoj vlerësimin e trajnerit të tyre për tifozët e Shqipërisë, ndërsa vazhdon në shkrimin. Lojtarët tanë u goditën nga tribunat, u këndua kundër nesh, kishte provokime dhe fyrje për serbët, por siç duket, për Stojkovic ishte e gjitha një spektakël vetëm për të shijuar. Megjithatë nuk është për të habitur. Stojkovic nuk ishte asnjëherë gjëra siç janë, thuhet në median serbe.